Është radha që të bisedojmë të dashur shikues me mysafirin e ftuar në studio. Kësaj radhe kemi të ftuar një doktor e do të flasim lidhur me ditën e tuberkulozit. Flasim pak edhe për rritjen e ndërgjegjësimit, për pasojat e rënda që ka kjo sëmundje te pacientët. Në studion e Mirëmëngjesit Kosovë kemi të ftuar doktor Musa Hoxhan, është pulmolog dhe drejtor i klinikës së pulmologjisë. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Faleminderit që erdhe, doktor. Në fakt e dim që tuberkulozi nga ato që kemi lexuar apo jo, ka qenë një prej sëmundjeve më vdekjeprurë se në shekullin e kaluar, edhe duket që mandej sigurisht është vënë në kontroll, por a thoshte doktori që në Kosovë aktualisht, jo aktualisht, por gjithmonë kemi goxha raste të prekurve me këtë sëmundje, edhe realisht fatkeqësisht jemi më së keqi në këtë pjesën e Evropës apo jo, ku jetojmë ne. Doktor, sigurisht ka një sër arsyesh për këtë. Po si e para ndoshta me folë për tuberkulozin pak si sëmundje, si problematikë shëndetësore. Po, tuberkulozi është një sëmundje infektive, e cila përhapet kryesisht përmes rrugëve ajrorës, siç është të folurit, të shtitja, kolla. Të gjitha këto bëjnë përhapjen e tuberkulozit. Dhe sa i përket historikut të tuberkulozit, njerëzimi e njeh këtë sëmundje qysh nga 9.000 vite nga herët, edhe nga mumjet egjiptase, edhe qysh nga Hipokrate, i cili në vitet 460 dhe 370 para Jezusit, ai këtë sëmundje e ka quajtur edhe si ftizis, si një fjalë greke që do të thotë konsum, për shkak se vërtet konsumohet organizmi, dhe për atë edhe para që janë marrë mjekët pulmolog me tuberkulozë janë quajtur edhe pneumofiziolog. Ndërsa sa i përket mesjetës, se kemi edhe tuberkulozë, përveç tuberkulozit pulmonar, kemi edhe tuberkulozën ekstrapulmonare, kur ka prek gjëndrat limfatike gjatë mesjetës, atëre ajo ka kolekfu përmes lëkurës, do të ka sekretuar, edhe u quajtur si skorfuloder, një sëmundje e cila atëherë u mendu se sëmundje e prekjes së mbretëve, sidomos në Angli e Francë, që kanë menduar që shërohet pacienti me anën e prekjes. Ndërsa piku më të lartë të tuberkulozit mbërri në shekullin e 18-19, ku bën kërdi edhe në Evropë, që merr familje tëra, po merr edhe kombe i përgjysman. Atëre edhe është menduar që një sëmundje trashëguese deri me zbulimin e bacilit Koch nga Robert Koch, një shkencëtar gjerman, i cili e zbulon me 24 mars 1882 bacilin e Kochut, dhe atëre u pa se shkaktari i vërtet i kësaj sëmundje qenë ka një bakterie po mjaft rezistente, për shkak ndërtimit vetë atij bacilit, edhe mallësisë, që është një mallësi 0,5 mikron deri 4 mikron, por për shkak ndërtimit murit asaj bakterie, që ka formën e shkopit, dhe ka atë pjesën proteinike, polipeptidike, me shtresën lipidike, që është mjaft rezistente në terapi. Edhe kështu që tek mas andaj, në vitin 1921, është zbuluar edhe vaksina nga dy shkencëtarët francez, Calmet dhe Guerin, BCG vaksina, dhe kështu ka filluar tek zbulimin e streptomicinës në vitin 1943, antituberkulari i parë, që është bërë në Amerikë nga Suleiman Waxman. Atëherë fillon epoka antituberkularëve, që shkon në 1951 me 52-tës me zbulimin e izoniazidit, edhe mandej me pyrazinamed e tambutol dhe tek 65-tën me rifapicin, dhe kështu që kompletohet një gamë antituberkularëve për trajtimin e tuberkulozit në mënyrë efikase, dhe me zbulimin e antituberkularëve është menduar se tani do t'i vija në fundi edhe epokës së tuberkulozës. Mirë po, ja që prapë ne ende edhe si vend dhe si shtetë kemi mjaft smut me tuberkulozë. Mirë, flasim pak më vonë ndoshta për trajtimin, por kur po e shpjegon është një sëmundje që është gjatë.
në Historinë e njerëzimit. Shumë gjatë. Bara me njerëzimin gati. Edhe ende është rezistente. Dhe si jemi ne në Kosova? Është e shpesh të ne? Në Kosovë, ne kemi dikon edhe pse për vitin 2024 nuk i kemi të dhanat zyrtare, në bazë informatave që i posedojmë, se ne kemi informatat sakta për klinikën tonë, që bëhet trajtimi i pacientëve me tuberkulozë aktive, edhe me tuberkulozë latente, po ashtu. Nivel vendit mendohet se dikon sjellën prapë rreth 600 raste. Po ashtu edhe vitin 2023 kanë qenë dikon rreth 615 raste, kur marrëmi me numrin e popullatës, se ne kemi atëherë patjetër se del incidenca mbi 30 raste në 100.000 banor, raste 3 do të thotë, që zbulohen, që është një numër mjaft i madh për vendin, në krahasim duke krahasuar edhe me vendet të rreth që i kemi, siç janë Shqipëria, Malezi, Maqedonia, Serbia, që të gjitha këto shtete kanë një incident për gjysmë, ndoshta edhe 3 fish më të ulët se Kosova. Okej, po do të më pas disa arsye, doktor, apo jo, për këtë numër kaq të lartë. Ju jeni në kontakte përditshme me pacientët edhe ju e dini sigurisht arsyen pse ndodh kjo. Pse realisht nuk po ulet numri i të prekurve me tuberkulozë? Një nga arsyet ka qenë se për shkak se kjo smundje ka pas probleme edhe gjatë viteve 90 dhe 2000 dhe një nga arsyet është lufta e fundit, e cila me rastin e luftës normal që numri i të prekurve me tuberkulozë ka qenë shumë i rritur në krahasim me shtetet përreth, dhe për atë është menduar gjithmonë, po tash nuk mundet me qenë më arsyeja e luftës, se mas luftës ka pasën ramje shumë rapide të tuberkulozit, me njerë pas luftës kemi pas dikon rreth 100 raste në 100.000 banor, po edhe pse ka pasën përmirësim të vazhdueshëm, por nuk kemi ende në atë kvotën për me vetë kënaqen, sa i përket numrit të prekurve me tuberkulozë. Kjo po i bjen, doktor, që vendet më të varfuna, ose që kanë pak më tepër kushte të rënda, preken nga kjo. Po, patjetër vendet më të varfra që preken, për shkak se tuberkuloza tash nivelin global, më shumë të përfshin shtetet e Afrikës, pjesën e Eurazisë, të shteteve të Eurazisë, dhe shteteve që kanë dalë edhe nga Bashkimi Sovjetik, një numër i tyre, do të thotë pjesët që janë më të pazhvilluara dhe me kushte më të vështira. Për shkak kushteve të jetës, edhe tash për shembull njihet tuberkuloza që është mjaft e përhapur në kampet për qëndrimit, në burgjet ku janë kushtet e vështira, në pjesën e popullatës e cila ka smundje imunodeficiente, siç është HIV për shembull, që ka më tepër në Afrikën e Jugut. A është kjo për shkak të ushqyeshmërisë të mirë që e kanë imunitetin më dobët, rrjedhimisht preken më lehtë, apo ka një arsye tjetër? Për shkak për shkak imunitetit ulur, për shkak se thamë në tuberkuloza bacili kohët përhapet vetëm përmes rrugëve aerogjene, jo përmes prekjes ose sendeve të cilat i përdor pacienti, edhe atë për hap tuberkulozi nuk është shumë me marrë në mënyrë figurative se se rrinë me një person që është BK pozitiv, do të rrezikohet me një personi i cili është afër ose përballë, për shkak se ato do të më qenë një afërsi dikon rreth 60 cm, janë ato spërkat e flugeut të cilat përmes kollës, të shtitjes, të folurit, të këndimit se dalën në rrugë në ajër, dhe ajo do të më qenë një kohë e ekspozimit, varësisht prej kohës sa ekspozohet personi i cili
rrinë me personin i cili është me tuberkulozë aktive dhe vërtet është BK pozitiv, edhe varet edhe prej numrit të bacileve, virulencës të kohës sa zgatë, se ajo nuk është në principin e sigur se ta që kemi pasën epidemi e Covidit, që këse virusët shumë letë, shumë shpejt mundën me u përhapën, kurse kjo është diçka tjetër i do të kohë ma gjatë. Cilat janë shenjat ndoshta, simptomat e para të një person që është i prekur? Simptomat e para të cilat janë të një person i prekur me tuberkulozë është një kollë ma e gjatë, 3 javë ma tepër, që në rastet ma të randa apo ekstenzive, është shkon edhe me pika me gjak, me përbëmje të gjakut. Mandej kemi gjatë natës temperaturë, sidomos gjersitje gjatë natës, lodhje, plagështi, humbje peshe, në raste më ekstreme edhe dhembje gjokësi. Të gjitha këto simptoma e bëjnë që mendohet në tuberkulozë. A është e lehtë me diagnostiku për një pulmolog, ose nuk e di nëse mundet edhe një mjek i përgjithshëm për shembull në bazë të atyre ekzaminimeve me konstatuar dhe me dërguar ndaj te ju si dyshuar për tuberkulozë? Apo duhen edhe nuk e di tash sa i përket diagnostikimit është një pacient i cili vjen me këto simptoma, patjetër që do të bëhen edhe analizat laboratorike, analizat edhe ekzaminimi radiologjik dhe edhe kemi edhe testin e lëkurës apo testin e PPD-s, që është një test i cili është një proteine purifikuar si derivat i proteinës membranës bacilit që bëhen për pasazhe. Ajo është një test PPD në lëkurë që jepet intradermal dhe lexohet mas 72 orë. Dhe nëse është pozitiv ose është e rritur ajo themi gunga, atëre konsiderohet që ai person është i prekur nga bacili i kohët, por çdo me thënë që edhe zhvillon smundje, se ne kemi tuberkulozën aktive edhe tuberkulozën latente. Dhe kështu që sa i përket diagnostikimit, kemi edhe baciloskopin direkte, cila mirët sputa, futet në mikroskop edhe shihen a janë bacilet a shihen ajo, po nuk do të thotë se të secili pacient shihen bacilet e kohët. Edhe të tuberkuloza aktive, e cila na thamë se ndahet në ekstrapulmonare dhe pulmonare, sa i përket ekstrapulmonares ato nuk shihen, po të pjesa e tuberkulozës pulmonare që është 70-75%, 50% mund të shihen bacilet direkt, ata persona janë infektues për rrethin, kurse ata që janë BK negativ nuk janë infektues për rrethin. Do të janë edhe ndrimet radiologjike që zakonisht kur preken moshnit, preken gjithmonë apeksit e moshnive për shkak mendohet oksigjenimit që është më i lartë në ato pjesë. Edhe kështu kemi tash mas viteve 2000, kemi edhe teste edhe matë sensibile, si që është testi kontiferon TB testi, që bëhet përmes gjakut, apo IGRA. IGRA do të të interferon gamma, releases, një test i lirimit interferonit, i cili lirohet nga limfocitet CD4, të cilat ato janë qelizat që mbajnë në mend, dhe kur kanë kontakt me antigjenin e bacilit kohët, ato varësisht se sa lirohet ai interferon gamma, është test pozitiv apo negativ. Po kemi edhe testin tjetër, ky test dikon ka fillu 2004, kurse kemi në vitet 2012-2013 edhe testin e Gene Expertit, apo si që është amplifikimit të acidit nukleinik përmes DNA-s të bacilit kohët që bëhet përmes PCR-it. Doktor, diagnostifikimi i hershëm me siguri është i jap rezultate më të mira, sikurse në secilën smundje tjetër apo jo?
Patjetër se diagnostikimi i hershëm është jep rezultate më të mira të mjekimit edhe më të shpejt, edhe pse tuberkuloza mjekohet me 4 antituberkular, edhe ajo është përmes DOTS programit në periudhë 6 mujore. 2 mujtë e parë mirën 4 antituberkular, siç thamë rifampicina apo rifadina me izoniazid, etambutol dhe pyrazinamide, kurse mas 2 mujëve ndërpritet pyrazinamide dhe etambutol dhe vazhdohet vetëm me rifampicina dhe me izoniazid. Normalisht që gjithmonë prezente edhe vitamina B6, për shkak se këto janë mjaft edhe shkaktojnë neuropati shtjellësve edhe të nervit optik, po disa janë edhe të nervit periferik përgjithësi. A i vjen, doktor, që ta zëmë nëse dikush është i smur me tuberkulozë, e ka përhapë edhe të familja, apo vaksinat e ka paranalu këtë përhapjen? Ne thamë, pacientat të cilët kanë tuberkulozë ekstrapulmonare, që preken veshkët, eshnat, preken unazat e bushtit, korrizit, membrana e zemrës, perikardit, peritoneumit, sistemit nervor, kemi tuberkulozë të sistemit nervor, si që edhe në meningjitet tuberkulare. Ato nuk janë infektuese për rrethin tuberkuloza ekstrapulmonare, po edhe të tuberkuloza pulmonare, vetëm ata që në sput vrehen bacilet BK pozitive, që ne kemi varësisht sasia atyve me 3+, 2-1, varësisht sasia e atyve bacileve, ata janë BK pozitiv. Po, kur fillon mjekimi, edhe pse 6 mujor, ata pacient për 2 deri në 3 javë, ne thojmë se konvertohen, do thotë negativizohen. Dhe për atë qatë kohë ne i mbajmë në spital, derisa të negativizohen, dhe mas andej i lirojmë në familjet e tyre, për shkak mos me paraqit ndonjë rrezik për hapës në familja apo të afërm. Duhet të izolohen me njëherë, apo jo? Sigurisht. Ata që janë BK pozitiv, mira smires është të izolohen. Izolohen në spital apo Po ne kemi në organogramin e spitalit tonë, kemi repartin B, aty ku bëhet trajtimi dhe mjekimi i tuberkulozës, edhe pse numrin e tanësishëm pacientët cilët ne i trajtojmë, dikon përfshin 13% të mjekimit me tuberkulozë, kurse patologjia tjetër komplet është patologji tjetër e probleme respiratore, po aty i mbajmë për atë shko derisa konvertohen, negativizohen, ata që janë pozitiv, dhe ata vazhdojnë mas andaj mjekimin edhe në shtëpi, pa rrezik për hapjen e matejshme. Te mosha, a ka një kategori që është më e prekur? A janë të moshuarit, të fëmijët më të prekur, apo s'nje moshë? Tuberkulozi mund me thënë lirisht që nuk një moshë, po kur është një vend endemik si Kosova, prap numër që preken është edhe i fëmijëve, po edhe i adoleshentëve, kur përpara tash gjithnjë ma pak kemi forma shumë të rënda, ekstenzive që bëjnë kavernizimin e mushkrive, dëmtimin pak më të madh të mushkrive, po i prek edhe moshat e mesme të shtyme, sidomos pacientë të cilët janë me smundje tjera, shëshuese me komorbiditetet të tjera, po edhe në anën tjetër prek thamë pacientët të cilët janë me deficiencë të imunitetit, si që është HIV, dhe pacientë që janë diabetik, pacientë të cilët marrin terapi imunosupresive, pacientë me tumora apo kancere ndryshme që marrin kimioterapi, të gjitha këto raste janë të rrezikuara nga zhvillimi i tuberkulozës. Se ne e dimi, tuberkuloza primare prek përqindjen më të madhe të popullatës, sidomos në vendet endemike ku është tuberkuloza me numër të madh. Po primo infeksioni nuk është se zhvillon smundja, bacili është në organizëm, po ajo është i izoluar edhe aty flan, derisa krijohen kushtet për një ramje të imunitetit, një ftofje më pak më e madhe, një problem më i madh shëndetësor, atëherë mundet edhe të aktivizohet.
Doktor, metodat e trajtimit sa kanë avancuar me kalimin e kohës? Metodat e trajtimit thamë... Sepse rrallë ka vdekje tash nga tuberkulozi, apo jo? Krahasuar me... E vërtetë është se ka rrallë dhe pacientat të cilët janë të disiplinuar dhe i marrin ilaqet, ata për trajtimin 6 mujor thamë të tuberkuloza pulmonare, se kemi edhe rastet e tuberkulozave ekstrapulmonare, si janë limfadenitet generalizume që janë prej nyjet limfatike apo të spondilodisitet e boshtit korrizit, ato shkojnë edhe nga 9 dhe 12 muaj të trajtimi. Na i thamë se janë të njëjtit antituberkular me të cilët trajtohet tuberkuloza. Mirë, po problemi është se pacientët të cilët e ndërprejnë mjekimin, nuk e marrin 6 muaj, marrin 1 muaj 2 dhe e ndërprejnë, ose janë të padisiplinum, te ta është rreziku shumë i lartë të zhvillohet MDR, do të thotë multidrug rezistenca apo XDR. Edhe për atë tash kur të mirret një pacient të mjekohet me multidrug rezistenca, për çfarë nuk bëhet shërbiose ato tuberkulozën përgjithësi në nivelin global për shkak multidrug rezistencës. Atëherë problemi të ai pacient fillon mjekimi për 18 muaj, 2 vite, edhe me ilaqe shumë të rana. Përpara kem pas me hinolone, moksifloksacine, levofloksacine, me aminoglikozide, amikacine, me pas. Po tash etionamid dhe proteinamid kanë qenë në ilaqe të rani 2, po tash në 10 vjeçarin e fundit, 2012 është fut në treg, 2012 është fut në treg Bellaquina, një bari i rani 2, shumë efikas, edhe delanamide. Do të 2 ilaqe të rani 2, në 2014, ka qenë delanamide dhe janë ilaqe mjaft efikase dhe ilaqe të reja për të rani 2. Po për fat në Kosovë kemi shumë numër të vogël me multidrug rezistencë që nuk numërohen gishtat e një dorë. Shpresojmë mos kemi raste shumë shpesh, doktore, falenderojmë shumë.